arsimi me tekst ka deshte edhe njerë me të regu në përmjet tekstit këngës ndërlidhjen që ekziston mes Kosovës dhe mërgatës tonë, shqiptarët. Kënaqësia e Prishtinës nuk është veç e Prishtinës që mos me keq kuptu dikush, po është e krejtë shqiptarët, me thonë, është një simbol, një statu e vogël, cila ka peshë të madhe dhe tregon dashtësinë tonë. Kam bashkëpunëtor edhe në Radio Kosovën në emision Metropoli, kam pas një kohë gjatë më herët, dhe pse janë po ashtu si vend që është i tregtis, ku njerëz dalin për të blerë, për të harxhu. Përveç asaj, Albi Mall tregon edhe njerëz që e përkrah kulturën, e përkrah artin, muzikën, dhe në këtë rast kemi gjetur shumë përbashkë dhe të lehtë për me bashkëpunu dhe janë sponsorët e mi të kësaj këngë.